Ju si e shikoni vendimin që mund t'japë gjykata e posaçme, a do t'jetë shumë përcaktues për fatin e Belinda Ballukut, apo tashmë çështja do të hyjë në kalendat greke, pra po themi thonjza sa i përket gjykatës kushtetuese? Sado që gjykata kushtetuese nuk është zgjedhur nga populli, siç duhet zgjedhur. 3 janë zgjedhur nga presidenti, 3 nga gjykata e lartë dhe 3 nga parlamenti. Ne do të ketë një opinion të fortë ligjor që nuk do ta lejoj atë të shkel mbi punën e organeve tjera të drejtësisë. Pra drejtësia do të vi duke u forcuar dhe kjo punë nuk do të zgjatet për jetë. Faleminderit Zotit, miq tan amerikan, suportuesi më të mëdhenj dhe ata që ideuan, le shton ta që sollën në drejtësinë, se nuk e kanë sjellë ta fare. Ata që janë garant të kësaj reforme, pavarësisht që është vonuar, nuk do të lejojnë që një pjesë e sistemit drejtësisë të bëj punën ditën dhe ta prishin një pjesë tjetër natën. Këtu jemi edhe si opinionist për të mos lënë, domethënë, të bëjnë hapa pas, boll jemi vonuar. Deri tani jemi vonuar dhe është përfajin të ndikimit palishëm të ekzekutivit që ka pushtuar çdo pushtet, që me retorik boshe thot jemi ne ata që kemi gradat e vendosjes drejtësisë. Drejtësia është një koncept hyjnor që është për te tyre dhe do jetë në mbi kokën e tyre. Dhe kur kam folur, kam gjithë kohë që flasin besimtarë, ata nuk duan, ata që besojnë ke fuqia pushtetit tyre e pësofshin më keq se Belinda. Dhe ky është një mesazh i qartë. Se kërkuan të adhurohen si Zot dhe na ndaluan të jetojmë në drejtën e Zotit, ne shqiptarëve për kaq vite. Të rinë urt atje dhe t'i binen drejtësisë, mos a dërdërlisin shumë, se me hir o me pa hir drejtësia e Shqipërisë do vendoset e të presin se ka akoma. Se kur më dalin këto mblefe tani nuk i mbaj dot më, domethënë. Të rinë urt e ta qepin gojën bile. I kemi duruar shumë. Nisur nga akuzat që rëndojnë mbi Belinda Ballukun, si mendoni çfarë masë siguria mund të marrë gjykata e posaçme ndaj saj? Nuk e din, nëse organi i akuzës, ma siguri besoj do të rrinë fuqi këto. Nuk e di tani, nuk e paragjykoj. Se di çfarë mund ndodhi, por edhe organi i akuzës dhe gjykata treguan që e bëjnë të hap dhe mund ta bëjnë prapë nesër. Ka shit çdo personi që nuk është i zgjedhur me votë. Tani, këto janë rregullat e lojës, të bëjnë pazar, ta dinë mirë që mund të ndodhen para kësaj mase. Ndërkohë, unë mendoj që do të jenë në vazhdim të kësaj mase. Megjithatë, s'është çudi që do të ketë ndryshim. Mase, revokim mase apo shuarit masës. Shohë të treja opsionet janë në tavolinë. Ndërkohë, SPAK ka baztisur zyrat e Ministrisë së Financave ku po heton për heqjen e gjobës për 120 milion euro ndaj Bankës Petroleum. A mendoni se SPAK në këtë rast është duke e rrethuar vet Edi Ramën dhe ministritë e tij dhe është duke, po themi, e kryqëzuar në një farë mënyre për gjithë korrupsionin që ka ndodhur, qoftë në rastin e Bankës Petroleum që shkon një korrupsion përtej qeverisjes së tij? S'është përtej qeverisjes së tij. Ky t'i japi sa për vitet ku ka qenë. Po. Strukturat policore, tatimore kanë ditur. Nuk kanë mbajtur qendrim, t'i japi sa. Pastaj të vazhdoi të shtrihet në kohë e sapin bashkë me vllajën e tij Berisha. Se nëse ka një përbindësh korrupsioni të pamas, besoj as në Europë nuk ka pasur korrupsion të tillë. Sa Bankësi. Ta hapet më në fund Bankësi. E të shohim mirë sa krenar do jenë me qeverisjen e tyre. Por unë kam kritikën time ka shi organit të akuzës dhe gjykatës, lidhur me mos bllokimin e pasurive të gjithë personave. Këta në janë hequr sigurisht mbi ligjin, bile
janë edhe mbi Zotin. Duhet marrë një mësim vetëm për këtë rol, e sikur ta kemi bërë pa dashje. Dhe kur ti thua, a besoni, unë po them edhe shprehje që ka i besimtar, po inshallah, sa më shpejt, se na kanë lodhë, na e kanë kthyer jetën hall. Ne edhe gjithë tjerëve, të vazhdojnë atje të t'i bindën ligjit si Çeça. Ka dhe forma tjera, edhe më të egra, ne duam drejtësi, as na intereson fare se mërziten këta, poftja bëjnë aty të plasin, ne duam drejtësi atje. Të respektojnë ligjet dhe të jenë sa më të forta në funksion drejtësisë, edhe të mirë funksionimit të këtij shteti që nuk është akoma shtet të shtetit shqiptar, në favor të popullit shqiptar. Nuk na interesojnë fare lëtyrat e politikës. Me çfarë do lloj posti qofshin edhe. Avokat, para pak ditësh ish kryeministri Sali Berisha, kreu i Partisë Demokratike, zhvilloi një protestë para kryeministrisë në të njëjtën ditë ku mori dhe flet thirrjen nga SPAK për 21 janarin. Si mendoni, çfarë po ndodh me Berishën dhe cili do të jetë fati i tij në raport me dosjen e 21 janarit? Berisha ka firmosur fatin e tij me atë që ka bërë. Tani është rradha e drejtësisë flasi. Fakti që flet Berisha tregon që nuk ka fol akoma drejtësia me të. Tani ti që vrave njerëzit për protestë në atë vend, del pikërisht vendin e tyre. Kjo është ironia më e keqe, më e zezë. Kjo është tallja më e madhe që mund bëhet me gjakun atyre që u vranë 21 janar. Siç i bëri talli Rama kur u vranë përkundër korrupsionit Metës, edhe mas 2 vjetësh erdhi me Metën qeverisje, e bëri kryetar parlamentit dhe pastaj president. Shpresoj të dy ta mbyllin sa më shpejt ciklin e tyre dhe të kenë të bëjnë me drejtësinë. Të flasin vetëm drejtësia me ta, jo ne. E le të flasin për gjëra, për tema më të bukura. Jemi bërë si kronikë zezë. Në çdo emision, çdo intervistë. Para pak ditësh ishte në Shqipëri zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Mark Fleming, i cili takoi edhe kreun e institucionit të strukturës së posaçme Altin Dumani. Si e keni parë këtë vizitë, cili është mesazhi amerikan në këtë rast, nisur dhe nga zhvillimet e fundit me goditjen ndaj Belinda Ballukut? Vazhdoni, prekeni po doni Ditan Preçin edhe strukturën SPAK. Ky është mesazhi qartë fare. Vazhdoni. Çojeni gangster prapë. Guxoni bëni. Mund të jetë këto pasojat. Unë di që njerëzit kanë mbyllur punën, por kur kanë ndryrë ambasada, ju janë hapur çështje që kanë mbajtur për gjithë jetën pastaj. Ajo strukturë lëviz ngadalë, po me peshë shumë të rëndë. Dhe të vi burri botës nga atje këtu, vetëm për të takuar Ditan Preçin, unë mendoj që di çfarë them. Po nuk kërkoj fare të mirë kuptojnë ata që rrin përballë. Kur mos mirë kuptofshin. Vazhdoni. Po ishit kaq trima, kaq fort, vazhdoni ato që guxuat ta bëni me Preçin, ta bëni. Nuk është problem të shpallën e terroristë pasaj. Vazhdojnë, bëjnë trima, se do t'i mbroj ca tjerë, ca amerikanë tjerë. Vazhdojnë, atje e kanë. Kjo është dorash, kjo është dorezë e hedhur. A jetë trim, bëjnë. Bëjnë. Jo se ka i trim, bëjnë. Është kollaj të kujtosh fëmijët e prokurorëve. Bëjnë. Ku e kanë gangsterin, se nuk e qenë prapa atje. Ta bëjt. Shu puna. Shqyqyrë që e kanë kryojtur më të që s'duhet kryuar. Tani ta shojnë. Se bollë i kemi duruar, domethënë. Ne kanë prur shpirtin më të hundës. Ne kanë neveritur me të krekosin e tyre. Bëhe, jetë trim bëhe, ja ku ke Ditan Preçin.